Në vlen ke BDI është në opozit, po BDI-zmi është në vlen fatkeqësisht, këtë e them. BDI-zmi? Si mentalitet, si përqasje? BDI-zmi më i keq, do me thënë, kryesisht kriminalet kryesor të BDI-s. Kriminalet? Po, kriminalet të BDI-s. Kush janë kriminalet, zoti? Nën toka e keni me zotëri Izet Megjitin fatkeqësisht. E dini si? Nën toka me zotëri Izet Megjitin? Absolut, do me thënë, pyetni në Maqedoni. Po. Njerëzit më të fllitshur të BDI-s, fatkeqësisht këtë e them, se edhe ne ishim pjesë e vlenit. Sot dalin skandale të ndryshme në Shkup, në komunën e Çajirit, që e ka udhëhequr zotëri Megjiti për 3 mandate, dhe shoku i zotëri Izet Megjitit për 2 mandate, 5 mandate ku udhëheq aty. Mentaliteti i BDI-s sot e ke skandalin me mbi 150 ndërtesa të ndërtuara në të zes, në 4 kilometre katror, në Çajir, të cilët nuk janë ndërtuar në pronë private, po në pronë shtetërore. Kjo është krimi organizum. Krejt kryetarët e partive të vlenit kanë qenë ish funksionar të BDI-s. Zotëri Izet Megjiti ka qenë nën kryetar partie 15 vite të BDI-s. Bilal Kasami ka qenë sekretar shtetëror, funksionar i BDI-s para 10 vitesh. Zekiria Ibrahimi ka qenë shef kabineti të ndonjërit prej ministrave, do më thënë shumë i afërt me BDI-n. Të gjitha partit e vlenit, tash janë derivate të BDI-s, kurse ne jemi derivat i PDSH-s. Do më thënë frymën e PDSH-izmit e keni në Aleancën për Shqiptarë, do më thënë frymën gjatiste, politikën gjatiste, ajo që është përballë BDI-s, në pavarësisht zgjedhjeve lokale, përsëri kundërshtar politik do ta kemi BDI. Dhe e vetmja mënyrë që Aleanca për Shqiptarë të mbijeton dhe në një periudhë të afërme të jetë forca e parë politike shqiptare në Maqedoni dhe ta udhëheqë politikën shqiptare në Maqedoni, është kjo rrugë të cilën e kemi zgjedhur tash.